Mirëmbrëma Shqipëria! Mirë se keni ardhur. Të nderuar miq dhe përkrahës të Partisë Social-Demokrate nga gjithë Shqipëria. Mirë se keni ardhur në këtë përmbyllje të fushatës elektorale dhe misioni vazhdon. Ne po hapim një kapitull të ri të historisë së Shqipërisë. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për të gjithë ju që besoni ndryshimin, te drejtësia, tek lufta ndaj korrupsionit dhe në një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë dhe familjet tona. Ne sot s'po ju premtojmë të pamundurën, por një program konkret dhe të realizueshëm. Ne kemi qenë dhe jemi të zotuar se do të jemi gjithmonë pranë njerëzve në nevojë. Programi i PSD-s fokusohet tek qytetari, tek pensionistët, pensionet e denja, për prindërit dhe gjyshërit tanë, tek ndihma sociale e drejtë, shërbimi shëndetësor, cilësor dhe i aksesueshëm nga gjithë qytetarët pa dallim, tek institucionet të pakorruptuara që nuk marrin nga qytetari, por i shërbejnë atij. Fushata jonë është konkrete, reale dhe transparente. Tom Doshi është shembulli më i mirë që tregon se duhet të gjendemi njerëzve sa më pranë dhe të bëjmë sa më shumë të mundemi për ta. Tom Doshi na ka treguar se duhet të flasim me vepra dhe jo me fjalë. Ne do vazhdojmë të jemi çdo ditë pranë qytetarëve, sepse ne besojmë se qytetarët meritojnë shumë më shumë. Qytetarët duhet të dëgjohen dhe të jetojnë në një vend më të mirë nga ku nuk duan të largohen, por duan të ndërtojnë të ardhmen e tyre. Fitoria jo nuk është vetëm një fitore e kandidatëve, por e gjithë Shqipërisë. Ndaj ju ftojmë të na bashkoheni në këtë fitore që në qendër vë pensionistët, fermerët, ish-përndjekurit politik, minatorët, gratë, policët, shqiptarët e diasporës, njerëzit me probleme shëndetësore dhe njerëzit nevojë. Kjo fitore vë në qendër vetëm njerëzit, ndaj misioni vazhdon. Kam nderin të ftoj në fjalën e tyre përshëndetse përfaqësues të qarqeve Shkodër, Durrës, Gjirokastër, Berat, Kukës, Korçë, Elbasan, Fier, Lezhë dhe Tiranë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Shkodra, përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve nga 12 qarqet e Shqipërisë. Të nderuar qytetar, i nderuar zoti kryetar, kandidat për deputet, miq e bashkëkollëtar. Sot jemi në fund të një rrugtimi të rëndësishëm, i cili edhe pse me sfida e me përpjekje të shumta, por të vendosur me besim e me përkushtim, se me datën 11, misioni se cilit prej nesh është shumë më i rëndësishëm, se përgjigjja jonë është shumë më e fortë, se sa sfidat me të cilën jemi përballë. Në këtë fushat, çdo hap ka qenë një sfidë, çdo moment ka qenë i rëndësishëm dhe çdo mbështetje dhe përkrahje juaja ka qenë një burim i fortë frymëzimi për me çu përpara misionin tonë të përbashkët për Partinë Social-Demokrate. Fushata për ne nuk janë numra, nuk janë statistika, nuk janë fjalë të bukura. Fushata për ne janë njerëzit. Fushata është për jetën që mund ta ndërtojmë më mirë. Fushata është për njerëzit që meritojnë më shumë. Është për ato që janë të zhgënjur e besojnë më tepër. Është për ato të
të cilët kanë fjalë, por nuk kanë za që të ndëgjohen. Po ku ndryshojmë ne? Ne ndryshojmë sepse këtë punë e bëjmë çdo ditë, jo me shumë zhurmë apo pompozitet. Për këtë arsye, ne nuk bëjmë premtime boshe, sepse ne asnjëherë nuk jemi shkëput nga mbështetësit dhe nga njerëzit që ne përfaqësojmë. E pavarësisht kësaj, secili prej nesh, çdo kandidat ka dalë derë derë, ka dalë që të dëgjoj në përsheshe, në për rrugë, të dëgjoj hallet tuaja, por edhe të jap dhe të ndaj vizionin, idetë dhe programin tonë të përbashkët. Programi jonë është një program që flet me zemrën e njerëzve të thjeshtë, sepse ne kemi dëshmu që dim të flasim me zemër. Ne kemi dëshmu që dim të bëjmë politikë ndryshe, me dinjitet, guxim, respekt e besë ndaj çdo qytetarit. Ne në këtë fushat ne kemi folë me fakte, kemi dëgju hallet, por edhe kemi paraqit zgjidhje për një arsim më cilësor, për sistem shëndetësor që funksionon për të gjithë, për një ekonomi e cila ka dhe jep më tepër mundësi. Dhe këtë e kemi tregu nëpërmjet programit tonë. Unë sot, këtu më shumë se sa një kandidate apo një deputete, flas si një prej jush, si një qytetare e Shkodrës e cila ka besu dhe beson tek populli i vet, tek vendi i vet, tek fuqia jone e përbashkët për me çu Shqipërinë tonë përpara. Sot, unë flasë edhe si pjesë e Partisë Social-Demokrate, për cilën jam shumë krenare, sepse është një parti që me gjithë se lind nga një ideal i thjesht, por tepër thelbësor, ndihma ndaj njerëzve në nevojë, ndihma ndaj atyre që kanë nevojë dhe që dojnë më shumë dinjitet, por që shpeshherë ndihen të braktisur në vendin e vet. Prandaj çdo vot për Partinë Social-Demokrate është vot për këto njerëz. Çdo vot për Partinë Social-Demokrate është vot kundër arrogancës, kundër nepotizmit dhe kundër mospërfaqësimit. Sot e mbyllim këtë fushat, por misioni jonë vazhdon, sepse ndryshimi nuk vjen nga një individ, por nga një shoqëri, nuk vjen nga një deputet, por nga një grup. E për këtë ju bëj thirrje që ta shfrytëzojmë këtë mundësi, që me datën 11 është momenti ku fjala dhe pushteti janë në dorën tuaj. Është momenti ku në dorën tuaj angazhimi jonë mund bëhet një zallë më i fuqishëm parlament. Dhe për këtë jam shumë e bindur se Partia Social-Demokrate do të përfaqësohet denjësisht me grup parlamentar në parlament. E mbyll fjalën time, por një diçka shumë e rëndësishme për secilin prej jush. Mirënjohje, falënderim thellësisht nga zemra për të gjithë ju që na keni besu, që na keni mbështet e që na keni përkrah gjatë gjithë këtyre ditëve. E mbyll përfundimisht me një thirrje, duke i bërë thirrje çdo qytetari, çdo shkodrani, çdo qytetari në gjitha qarqet e Shqipërisë, që dalin me datën 11 e të votojnë për Shqipërinë që meritojnë, të votojnë numrin 11, të votojnë Tom Doshin, të votojnë Partinë Social-Demokrate. Faleminderit. Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët.
të nderuar pjesëmarrës nga gjithë Shqipëria, në veçanti ju qarkut Shkodër, të nderuar kandidat për deputet, i nderuar kryetar zoti Tom Doshi. Së pari dua t'ju falenderoj për këtë pjesëmarrje jashtëzakonisht masive në mbylljet e aktivitetit ton të mbylljes të kësaj fushate elektorale. Kjo pjesëmarrje masive na konfirmon edhe një herë atë që kemi thënë edhe në Shkodër, se familja jonë tashmë është një ortek i cili sa vjen edhe rritet nga fushata në fushat, duke bërë Partinë Social-Demokrate shumë të rëndësishme në arenën politike. Objektivi jonë për legjislaturën 2025-2029 për qarkun Shkodër është 3 mandate dhe sot më shumë se kur jam më i bindur se ne do t'ja arrijmë këtë rezultati. Unë jam i bindur se mandatet tona do t'jenë përcaktuese për zbatimin e programit tonë. Një program i cili flet për shtresat e nevojë, për shëndetësinë, arsimin, rendin dhe sigurinë, ekonominë, bujqësinë, decentralizimin, sigurinë ushqimore dhe rritjen e pensioneve. Shëndetësia dhe shtresat e nevojë do t'jenë vëmendja e shtuar në këtë mandat. Ky është momenti të kuptohet se sa përkujdeset një qeveri për qytetarët e vet. Ne zotohemi sot dhe nënshkruajmë para shqiptarëve kontratën social-demokrate. Ndaj të nderuar pjesëmarrës, të nderuar teleshikues, me datën 11 ju ftoj të votoni Partinë Social-Demokrate, të votoni numrin 11. Në përmbyllje të fjalimit dua t'ju uroj suksese të gjithë skuadrës së kandidatëve për deputet dhe dua të falenderoj kryetarin ton zotin Tom Doshi për mundësinë që na ka dhënë dhe kontributin e tij ndër vite. Faleminderit dhe suksese gjithëve. Të dashur miq Dursak dhe përkrahas nga gjithë Shqipëria, sot në zemër të Tiranës dhe në zemrën e gjithë shqiptarëve, kërkoj votën për Partinë Social-Demokrate për zotin Tom Doshi. Unë si drejtues i qarkut politik të Partisë Socialiste Durrës, i kam hapur dyer të gjithë miqve të mi dhe jam mirëpritës dhe mirënjohës për të gjithë ata që përkrahin Partinë Social-Demokrate, por dhe ata qytetarë që janë të lodhur dhe të zhgënjyer nga politika e vjetër e 30 viteve të fundit. Unë me mbështetjen e zotit Tom Doshi dhe të Partisë Social-Demokrate do të ringjallim te qytetarët dursak shpresën me zgjidhje konkrete dhe me vepra. Partia Social-Demokrate është kthyer në zërin e qytetarit të thjeshtë, në zërin e atyre që nuk janë dëgjuar kurrë, dhe ne jemi këtu për të ndërtuar besim. Ju ftoj të gjithëve të votojmë Partinë Social-Demokrate, të votojmë zotin Tom Doshi, të votojmë numrin 11. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit për pjesëmarrjen. Unë jam Hanushe Koteli dhe vi nga qarku i Gjirokastrës. Jam sot përpara jush si një vajzë qytetare gjirokastrite me zemrën e thyer për fukarallëkun, për boshatisjen, për qytetin tim, por me shpresën se do të ndryshojmë. Më vjen në mend një shprehje Napoleonit që thotë: guximi nuk mund të falsifikohet, ai është virtyt që i shpëton hipokrizisë. Prandaj sot shoh guximin tuaj për të dalë kundra të keqes së madhe që e kemi mbajtur mbi shpinë për vite me radhë. Me mirënjohje ndaj kryetarit ton, zotit Tom Doshi, dhe secilit prej jush, ju ftoj të votoni në 11 maj Partinë Social-Demokrate. Për të parë një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri ku do të gjeni dyert hapur dhe do të hyni si në shtëpit tuaja. Kam aq sa emocion edhe gëzim, teksa ju shoh që ju na doni dhe na mbështesni pas një interes.
Dhe kjo tregon forcën që na karakterizon. Faleminderit që na besoni. Shumë të nderuar të pranishëm, i nderuar lider i Partisë Social-Demokrate dhe prirës interesave reale të shqiptarëve, Zoti Tom Doshi. Me lejoni t'ju sjell përshëndetjet dhe mbështetjen masive të banorëve të Kukësit, Hasit e popullit të mrekullueshëm të Tropojës. Për alternativen e vërtet, për drejtuesin me vizion, besë, burni e qëndresë të kësaj alternative, që përkundër çdo pengese e divisioni do të triumfoj me 11 maj. Unë dhe si unë të gjithë kolegët kandidat ju bashkuam këtij udhëtimi jo vetëm të lodhur nga zhgënjimi, por pikë së pari duke na u zgjuar më në fund shpresa e besimi. E besimin ta japin jo ata që vetëm flasin për 3 dekadash e nderojnë si kameleon, por njerëz të fjalës e të besës që i dominon dhimbja shpirtërore e njerëzve, të përvuar anë mban vendit e sidomos në zonat tona. Me votën për Partinë Social-Demokrate numër 11, me datën 11 maj, ne votojmë një avokat e mbrojtës trim e të sigurt e hallëve tona si Zoti Tom Doshi. Urime dhe Zoti na ndihmoft në përmbyllje të këtij udhëtimi të sinqert e krenar që dërf reflektoj vetëm të mira për çdo shqiptar. Ju faleminderit. Të nderuar qytetarë të Tiranës, miq dhe mbështetës të Partisë Social-Demokrate. Sot në këtë takim përmbyllës të fushatës është kënaqësi dhe nder për mua të jem këtu për të përfaqësuar qarkun e Dibrës e në mënyrë të veçantë rrethin e Matit. Një trev me histori, tradita dhe njerëz punëtor që meritojnë shumë më tepër. Unë jam Erda Dani, kandidate për deputeten në këtë qark dhe kam pasur fatin dhe përgjegjësinë që gjatë gjithë këtyre javëve të takohem nga afër me qytetarët, të dëgjoj hallet dhe shpresat e tyre dhe të ndaj me ta vizionin ton për një të ardhme më të mirë. Dua të falenderoj nga zemra kryetarin e Partisë Social-Demokrate, Zotin Tom Doshi, për mundësinë dhe besimin që më ka dhënë për të përfaqësuar këtë trev të dashur dhe për të qenë pjesë e kësaj sfide të rëndësishme. E kam thënë dhe theksoj sërish, Dibra është një zonë me potencial të jashtëzakonshëm, po për vite me radhë ka mbetur në harres. Është koha të ngrem zërin dhe të kërkojmë atë që na takon me të drejtë. Unë jam këtu për të qenë zëri juaj, për të punuar me ndershmëri dhe përkushtim dhe për të sjellë ndryshime që qytetarët e Matit dhe të Dibrës meritojnë. Ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen dhe mos harroni. Dhe mos harroni, në datën 11 maj, votoni numrin 11, votoni Partinë Social-Demokrate. Ju siguroj që rruga jone e përbashkët sapo ka filluar. Faleminderit nga zemra. Mirëmbrëma të gjithëve, në emër të gjithë skuadrës së qytetit Korçës, me shumë mirënjohje për kryetarin Zotin Tom Doshi, ne në qarkun e Korçës do të japim fitoren e mandatit të deputetit në Republikën e Shqipërisë të parlamentit tonë.
jam Suela Angjela. Prej pak kohësh jam bashkuar Parti Social-Demokrate. Historia ime është ndryshe. Është një histori suksesi, por që për pak unë do kisha humbur jetën. Para 4 vitesh unë diagnostikohem me kancer. Shumë e dhimbshme, por akoma me dhimbshme ishte që unë të fitoja betejën dhe të shikoja nënat me kancer që e merrnin kinopeterapinë në Karige. Shteti shqiptar i ka lënë nënat me smundje terminale në mëshirë të fatit. Unë e fitova betejën, por sot jam këtu, në shenjë solidariteti, për të gjitha nënat, për të gjitha motrat, për të gjithë bashkëshortët, për të gjithë fëmijët dhe për të gjithë ata njerëz të nevojë që nuk po munden dot ta fitojnë betejën. Ne jemi Partia Social-Demokrate, me në krye liderin zotin Tom Doshi, që është i vetmi njeri që i ka bashkuar dhe ka ndihmuar njerëzit në nevojë. Për mua është jetë e dytë. Unë sot mund të mos isha sot mes jush, por me sa duket Zoti u jep sfida më të forta njerëzve më të mëdhenj për të bërë gjëra më të mëdha. Dhe unë jam këtu për të përfaqësuar ata njerëz të cilët nuk dëgjohen nga askush. Nuk ka gjë më të dhimbshme se ti të kesh kancer, por nuk ka gjë më të fortë, sepse nënat shqiptare janë të forta. Dinë të përballojnë dhimbjen dhe ta kthejnë dhimbjen në forcë. Jam sot këtu për të ndihmuar dhe për të mbështetur atë pjesë të shoqërisë, atë zë që nuk dëgjohet kur. Mua mu deshe të largohesha nga Shqipëria dhe të kurohesha në Itali. Por jo të gjithë i kanë këto mundësi. Jo të gjithë mund të kurohen jashtë. Ka shumë nëna, motra, gra, bi dhe bia që sot janë duke luftuar dhe janë në mëshirë të fatit në spitalin onkologjik. Në spitalin onkologjik nuk ka ilaçe, mungon PET scanner. Në spitalin onkologjik nuk ka radiografi, mungon herceptina, mungojnë aq shumë. Por ajo çfarë ne nuk na mungon, është një zemër e madhe, është dinjiteti dhe më rëndësishmja është që ne jemi Partia Social-Demokrate dhe do të fitojmë në 11 maj. Misioni ynë është në zemër, misioni ynë është të jemi pranë njerëzve në nevojë. Fitore zoti Tom Doshi, fitore Partia Social-Demokrate! Mirëmbrëma, motra dhe vëllezër të Partisë Social-Demokrate. Tom, tu të mburën shumë. Unë dua të them faleminderit për këtë familje të madhe të mrekullueshme politike që ke drejtuar dhe ke sjellur në këtë ditë. Unë jam Erion Murataj, drejtuesi i Qarkut Elbasan. Ati qarku që në 11 maj do t'i japi grushtin e fundit pa burrave të politikës. Gjej rastin nga ky podium të falenderoj kalat tonat kuqe, të njësisë administrative Tregan, të Stravajt në Prenjas, të çdo bashkie të Elbasanit nga Gramshi në Peqin e deri në Prenjas, nga Librazhdi, nga Cerriku dhe nga Belçi, ku në 11 maj Social-Demokratët do të shkruajnë historinë politike në Shqipëri. Është shumë e vështirë të jesh pjesë e një qarku që mbi kurrizin e tij për shkak të paburrave të politikës mban damkën si qyteti bandave. Por është shumë krenari që të përballesh me këto dhe t'i thuash që po, ne mund t'ja dalim dhe ne do të fitojmë. Ne në 11 maj kemi një sfidë të madhe. Këtu ka shumë të rinj dhe e reja është themeli i jetës. Dikur një burr që nuk jeton më tha: Krimbat një ditë do ta fitojnë luftën me ne, atëherë kur t'i vëmë shpatullat dheut. Por ne nuk do të lejojmë që krimbat të rënë të gjallë.
në 11 maj, ftesa ime është për këto shqiptar, për këto banor të qarkut Elbasanit, për këto njëri që ha bukën e ti, të votoj Partinë Social-Demokrate numri 11, sepse ne kemi besuar dhe kemi faktuar tek çdo shqiptar dhe nuk kemi premtuar gjëra të cilat nuk i mbajmë dot bisupe. Ne jemi një shtëpi dhe një familje pa borxhe. Ndaj besimi tek fitoria e 11 majit, tek shpresa jonë për një grup parlamentar nuk është thjesht dëshirë, është detyra që sot tomë kemi përballë teje. Faleminderit edhe një herë. Në 11 maj ju ftoj të japim grushtin e fundit pa burrave dhe të votojmë 11 dhe PSD-n. Suksese! Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam Ardita Qela, kandidate në qarkun e Fierit. Kam mbaruar studimet e larta në Universitetin e Tiranës. Dhe së fundmi kam punuar në sektorin e burimeve njerëzore në një kompani amerikane ku kam mbuluar rajonin e Ballkanit. Por, para 6 muajsh, jeta ime ndryshoi përgjithmonë pas një ngjarje tragjike, humbja e babait tim. Viktim e një neglizhence nga sistemi ynë shëndetësor. 2 herë quam në spitalin e Fierit, 2 herë na kthyen pa bërë as analizat më të thjeshta. Një infekcion i nisur nga një dhëmball që mund të ishte i trajtuar, përparoi deri në bllokimin e rrugëve të frimarjes. Dhe ne humbëm një njerëz të dashur, jo nga fati, por nga moskujdesi. Vendosa të rikthehem në Shqipëri. Të luftoj për një shëndetësi që nuk vret nga shpërfillja, për një shtet që mbron qytetarët e vet. Zgjodha të angazhohem me Partinë Social-Demokrate pikërisht për vlerat që ajo përfaqëson si parti, si drejtësia sociale, barazia dhe përkushtimin ndaj shtresave në nevojë. Një nga këto shtresat është edhe komuniteti rom, pjesë e secilës jam edhe vetë. Flitet shumë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por një ndër kriteret kryesor është pikërisht integrimi i komuniteteve të marginalizuara. Unë jam rritur mes këtij komuniteti, i njoh nga afër sfidat, mungesën e mundësive dhe indiferencën institucionale, dhe ju premtoj që do të jetë prioriteti im kryesor. Ne do të punojmë për ndihma sociale më të drejta, zgjidhje reale për strehim, arsim të barabartë për çdo fëmijë, mundësi të ndershme punësimi për të gjithë. Erdha të kërkoj besimin tuaj për të qenë zëri juaj në institucione, në rrugë, në çdo betejë për dinjitet dhe barazim. Misioni vazhdon. Voto numri 11, voto Partinë Social-Demokrate. Faleminderit. Përshëndetje Tirana, përshëndetje gjithë Shqipëria dhe faleminderit shumë për gjithë mbështetjen dhe energjinë rinia shqiptare. Unë jam Monika Suta, krenare dhe e lumtur që jam kandidate dhe përfaqësoj sot para jush qarkun e bukur të Lezhës. Kam zgjedhur në fushatën time me misionin tim që t'jem një zë shumë i madh për të gjitha femrat. T'jem një zë shumë i afërt për gjithë fëmijët dhe familjet, për ato familje të cilët kanë fëmijë me aftësi të veçanta, të ndryshme nga të tjerët. Dhe një zë shumë i fortë për të gjitha padrejtësitë që kanë ndodhur me pronat tona. Kam zgjedhur që për të gjitha femrat të lëboj dhe të them që ne jemi një shtyllë e madhe për familjet dhe shoqërinë. Për të gjitha ato familje që kanë fëmijë me aftësi të ndryshme, ju themi që Partia Social-Demokrate së bashku me Tom Doshin do jetë më afër jush, do jetë për ju dhe do jetë një ndihmë shumë e madhe për gjithë. Gjithashtu, kam zgjedhur t'ju them
se në qovë se populli jonë me Partinë Social-Demokrate nuk do e ngrej zërin që të rregullojmë padrejtësitë dhe problematikat e pronave, e ardhmja jonë është e pasigurt. Prandaj, bëhuni mbështetja jonë me datën 11 maj. Me guxim, të gjithë bashkohuni dhe jepjani votin numrit 11. Faleminderit, Zoti ju bekoft. Të dashur qytetar, Delvin, Sarand, Konispol, Finiq, Himar, Vlorë, Selenic. Sot, unë jam zëri juaj. Unë jam Seldina Selimi, gazetare dhe kandidate për deputete nga Partia Social-Demokrate në qarkun e Vlorës. Fushata mbyllet sot, por për shumë prej jush, sfida e vërtet është çdo mëngjes sa hapni syt. Nuk dua t'i them lam të mirë Shqipërisë, ndaj edhe vendosa të kandidoj, sepse nuk dua më ta dëgjoj këtë fjalë nga asnjë i ri, nga asnjë bashkëmoshatari imi që preferon të shkojë jashtë Shqipërisë. Unë kam lindur në një familje të madhe, jam vajza një arsimtareje dhe një polici. Dhe si e tillë, më kanë rrënjosur thellë parime shumë të rëndësishme, si përkushtimi, dinjiteti dhe ndershmëria. Por këto nuk mjaftojnë që unë të ndihmoj gjyshrit e mi të blejnë ilaçet e tyre. Nuk mjaftojnë që unë të ndihmoj tezën time të shërohet, pasi ka 40 vite që përballet me një luftë të fortë shëndetësore. Dhe pikërisht pas 4 dekadash ajo ende nuk e ka gjetur zgjidhjen. Si gazetare në terren kam parë me sytë e mi realitete që nuk bën lajm. Kam parë njerëz që flen të uritur. Kam njohur të sëmurë me kancer që luten për një trajtim të vetëm. Kam takuar pensionistë që zgjedhin mes bukës dhe ilaçeve. Kam parë fermerë që punojnë tokën dhe në fund e mbyllin muajin me borxh. Kam dëgjuar të rinj të ikin, sepse nuk shohin më asnjë të nesërme këtu. Në këto zgjedhje, kandidoj për Trajgjasin, që të mos e kthej në shkret të tjerë, për Kakomen, që toka të mos mbahet më peng. Kandidoj për Sarandën, ku mungesa ujë të pishëm është një turp kombëtar. Kandidoj për Delvinën, ku ndarja territoriale e ka lënë në mëshirë të fatit. Kandidoj për Orikumin, që të mos jetoj më në errësirë dhe të shpresoj për dritën e qiriut. Për Kropishtin e Selenicës, që uji është një ëndër. Kandidoj për Vlorën, që të mos vazhdoj më derdhja ujrave të zeza në det, jo për Vlorën e turistëve. Kandidoj për Vlorën që i ka rrugët e shkatruara dhe ka mungesë të ujit, sepse Vlora nuk është vetëm lungomare. Kandidoj për të zgjidhur çështjen e pronave të palegalizuara, një problem që fillon nga Finiqi, Konispoli e deri në Selenic. Kandidoj për të gjithë ata që nuk kanë miq në pushtet, por meritojnë të kenë më të mirën. Kandidoj për brezin tim, për miqtë e mi që nuk janë më këtu, që ikja nga Shqipëria të mos jetë rruga e vetme. A ka shpresë? Patjetër që po, ka shpresë për ne. Dhe shpresa është pikërisht në programin e Partisë Social-Demokrate. Një program që nuk flet vetëm për të ardhmen, flet për sot, për dhimbjen, për padrejtësinë, për mungesën e dinjitetit. Ndihem e nderuar që përfaqësoj Partinë Social-Demokrate, një forcë që ka guximin të jetë ndryshe. Falenderoj kryetarin Zoti Tom Doshi për besimin dhe për një vizion. Për besimin dhe për një vizion që kthen vëmendjen aty ku duhet, tek gjëja më e shtrenjtë, tek jeta e njeriut. Sot jam përballë jush si një gazetare, si qytetare, si një vajzë 25 vjeçare, por jam edhe si një njeri që nuk pranon të qëndroj mënjan kur padrejtësia bëhet sistem. Unë zotohem, nuk do të hesht, nuk do të bëj sikur nuk i shoh padrejtësit. Ju ftoj që më 11 maj të votoni. Për veten tuaj, për prindrit tuaj, për fëmijët, për gjyshrit,
për tokën tuaj, por më e rëndësishmja, të votoni që njerëzit tanë të dashur mos të na ikin nga jeta për sëmundje që mund të shërohen. Fushata mbyllet sot këtu, por puna jo. Sepse misioni vazhdon me zërat tuaj dhe me punën tonë në kuvend. Faleminderit shumë. Votoni numrin 11, votoni Partinë Social-Demokrate. Faleminderit. Të dashur qytetar, motra dhe vëllezër, sot jemi në ditën e fundit të kësaj fushate. Një fushatë që për ne nuk ka qenë thjesht një garë politike, por një rrugtim për të dëgjuar nga afër zërin tuaj, për të ndjerë shqetësimet tuaja, për të kuptuar më thellë se sa shumë ka nevojë ky vend për një politikë ndryshe, një politikë të ndershme, të përulur dhe pranë njerëzve. Gjatë këtyre javëve nuk kemi ardhur pranë jush me premtime boshe apo me fjalë të mëdha. Nuk kemi premtuar gjëra që nuk realizohen. Kemi folur me ndershmëri për realitetin që na rrethon, për sfidat që kemi përpara, por edhe për mundësitë që ekzistojnë nëse politika e kthen vërtet fytyrën nga qytetari. Kemi shkelur çdo cep të Shqipërisë, kemi takuar njerëz të zakonshëm me zemër të madhe, mësues që japin shpirtin për nxënësit, fermerët që punojnë tokën në kushte të vështira, të rinj që kërkojnë mundësi për të ndërtuar jetën këtu, jo për të shkuar jashtë vendit. Kemi dëgjuar nga afër shqetësimet tuaja, kemi ndarë me ju shqetësimet tona dhe kemi ndier fort se kjo politikë që njohim sot nuk është ajo që meriton ky vend. Unë Gertjan Deda. Faleminderit. Unë Gertjan Deda kam zgjedhur të jem pjesë e Partisë Social-Demokrate, sepse Partia Social-Demokrate është më shumë se një parti, është një mision. Është një shtëpi për ata që nuk kanë pasur përfaqësim, është një platformë për ata që nuk i përkasin politikës së vjetër, por që besojnë se ky vend mund ndryshojë vetëm nëse nisemi nga e vërteta, nga ndershmëria dhe nga respekti për qytetarin. Politika nuk është pushtet, është shërbim, nuk është privilegj, është përgjegjësi, dhe kjo është arsyeja pse nuk vim tek ju me fjalë boshe, por me përulësinë e dikujt që kërkon besimin tuaj për të qenë shërptor i interesit tuaj në kuvend. Të dielën është dita juaj, dita ku mund të ndryshoni rrjedhën. Me një votë të vetme ju thoni, po, unë dua një politikë që më përfaqëson, dua një deputet që më dëgjon, dua një njeri që ka kurajën të punoj për qytetarët, jo për karrigën e tij. Votoni Partinë Social-Demokrate. Mbështetni njerëzit që nuk Mbështetni njerëzit që nuk ju shohin si vot, por si bashkëudhëtar. Mbështetni guximin dhe përulësinë për të punuar për ju, jo për interesa personale. Na jepni mundësinë ta çojmë zërin tuaj në kuvend. Na jepni besimin të mbrojmë me nder, me dinjitet interesin tuaj, sepse kjo nuk është një betejë për pushtet, por një përkushtim për drejtësi, barazi dhe një dinjitet për çdo qytetar. Faleminderit nga zemra për çdo fjalë, çdo dorë shtrëngim, çdo mbështetje që më keni dhënë, që na keni dhënë gjithë si Parti Social-Demokrate. Ftoj çdo shqiptar që me datë 11 votoni numrin 11, votoni Tom Doshin, votoni Partinë Social-Demokrate. Zoti ju bekoft, Zoti bekoft Shqipërinë. Fitore gjithë. Suksese. Mirëmbrëma të gjithëve. Po më thonë që duhet flasim shkurt dhe unë do flas shkurt. Sot kam ardhur të flas vetëm për një njeri. Kam shkuar gjithandej nëpër Shqipëri, që nga Shkodra, në Sarand nuk kam shkuar se nuk më mori kryetari, po në Korçë po, në Dibër po, në Kamës po, në Lezhë po. Sot do flas për një njeri që e kam takuar në Tiranë, në javën e fundit të fushatës që kam bërë. Për Aldin. Nuk e din nëse Aldi është këtu prezent, por Aldi është një djalë që e takova në një kafe, donte të më takonte, sepse kishte humbur punën e vetë. Kishte punuar në një kompani, kishte bërë intervistë në një tjetër kompani për të ndryshuar punën dhe jetën e vetë, por e kishte humbur shansin. Tani Aldi donte një vend pune sa më shpejt, se e kishte gjendjen ekonomike të keqe. Edhe më thot, ti më thot, ke shumë njerëz që nje, mund t'i bësh një telefon. Dakor t'i them, do përpiqem, por tani jemi në kohë fushate. Tani nuk e kemi dot mundësinë
që të ulemi me gjithë njerëzit edhe të gjejmë ty punë. Por mbas fushate do ulemi prapë bashkë, i them. Mirë po Aldi insistonte. Donte punën, pra brenda një kafe gjysmëorëshe që kam pirë me këtë njeri, më thot 4 herë, 5 herë këtë çështjen e punës. Dhe pastaj i them, o Aldi, si e ke punën, si e ke hallin? Pse po insiston kaq shumë, nuk e besin tek unë? Aldi thot, ma lexove mendjen. Nuk kam besim. Nuk kam besim sepse jam zhgënjur shumë herë, shumë njerëz më kanë ardhur, më kanë premtuar, më kanë lënë baltë dhe ja tek jam unë këtu, një i ri, pa shpresë, i zhgënjur dhe cinik. Dhe unë i them Aldit, Aldi, kështu po më ofendon nëse ti më fut bashkë me ata të tjerët. Unë nuk jam si ata të tjerët. Ne që përfaqësojmë Partinë Social-Demokrate, ndjekim shembullin e Tom Doshit. Ndjekim shembullin e njeriu që kur e thot fjalën e mban fjalën. Kështu që Aldi, në qofsh në këtë sallë apo na dëgjon nga televizori, ne do takohemi prapë bashkë, mbas kësaj fushate, qetësisht dhe do kujdesem për hallin tënd. Faleminderit. Përshëndetje Tirana. Përshëndetje e gjithë Shqipëria. Unë jam Lea Kratellari, një vajzë e këtij qyteti, një zë i brezit të ri që nuk ka frikë të flasë për padrejtësitë, për mungesën e mundësive dhe korrupsioni që rendon mbi jetën tonë të përditshme. Sot jam këtu jo vetëm për veten time, po për çdo të ri që ka ëndra, për çdo prind që punon fort për një të nesërme më të mirë, për çdo gjysh e gjyshe që meriton respekt dhe kujdes. Rinia nuk është thjesht e ardhmja, është e tashmja, dhe koha për ndryshim është tani. Ky nuk është thjesht një kandidim, është zëri i shumë njerëzve që duan një qytet më të drejtë, më të ndershëm dhe më të gjallë. Ndaj, ju ftoj nga zemra, më 11 maj, të votoni numrin 11, të votoni Partinë Social-Demokrate. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar qytetarë të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Ju falenderoj nga zemra për këtë mbështetje kaq madhështore sot këtu, që na jep forcë dhe përgjegjësi në këtë moment vendimtar për të ardhmen e përbashkët. Një falenderim e veçantë i shkon për kryetarin e Partisë Social-Demokrate, zotin Tom Doshi, për besimin se në këtë rrugtim që e filloi me 11 maj, do vazhdoj për shumë vite me punë konkrete. Unë jam Dritani Drizi, jam lindur e rritur në Tiranën e paraardhësve të mi. Vi nga bota akademike, por sot jam këtu si qytetari Tiranës, si njëri prej jush, që ka vendosur të mos qëndroj më spektator teksa qeveritarët tallen me ne. Dhe as ta lë Tiranën të përçmohet dhe të shërbej vetëm për interesat klienteliste të partive të mëdha që këtë vend po mundohen ta bëjnë të pajetueshëm. Politika për mua është shërbim, jo privilegj. Sot nuk po ndaj me ju një program elektoral, por një mision për të ndryshuar mënyrën si bëhet politik në kryeqytetin e gjithë shqiptarëve. Unë dua një Shqipëri ku shkollat janë hapësira dinjiteti dhe mundësish për çdo fëmijë, ku mësuesi respektohet dhe vlerësohet e nuk lihet në arres. Ne kërkojmë një treg pune që jep siguri, ku rinia punon për të ndërtuar jetën këtu, jo për të mbushur vendet vakante anë mban Europës, por duke dhënë kontribut për vendin e tyre. Ne angazhohemi për shëndetësi që nuk detyron të kërkosh mik,
apo t'japësh rishfet, por të mbështet kur të duhet më shumë. Ne mbështesim të drejtën për pronën, dinjitet për fermerin dhe duam t'i japim fund tranzicionit që e ka lënë të vënë në udhkryq. Unë nuk jam këtu për të thënë vetëm fjalë bukura. Vi për t'ju dëgjuar, për t'ju përfaqësuar dhe për të punuar krah jush çdo ditë, për 4 vitet e ardhshme, sepse vetëm bashkë mund kemi forcën e nevojshme për të kaluar çdo sfidë. Jepni votës tuaj peshën që meriton, për një politikë që i sheh qytetarët në sy dhe që ndërton të ardhmen në përgjegjësi. Mbështesni Partinë Social-Demokrate dhe zotin Tomdoshi, që Shqipëria e së nesërmes mos jetë iluzion, por një realitet i denjë për të gjithë ne. Dhe mos harroni, më 11 maj, votoni 11, votoni Partinë Social-Demokrate të Shqipërisë. Faleminderit nga zemra. Mirëmbrëma gjithëve. Ju dua shumë gjithëve. Unë jam Burbuqe Islami, misionare në luftën kundër kancerit të korrupsionit. Nuk besoj tek fati, por me besimin në Zot, vi përpara zgjedhësve për të qenë zëri i ndershëm i qytetarëve. Ne, të gjithë kandidatët e Partisë Social-Demokrate, kandidojmë sot me udhëheqjen politike të kryetarit misionar Tomdoshi. Kandidojmë të frymëzuar nga misionarë të tjerë para nesh, nga Sami Frashëri, Naimi, Migjenja, Ismail Qemali, por unë zgjodha për ju sot frymëzimin nga Pashko Vasa. O moj Shqipni, e mjera Shqipni, kusht ka qitë me kryen hi. Ti ke pas ken një zonjë ranë, burat e dheu të thirëshin nanë. Po sot Shqipëri, pa më thuaj si e, të thrasin grua, dhe grua e ndar nga buri që je për ne. Të kanë bërë gjysëm buf e gjysëm mi. Të kanë përqarë dhunshëm në 100 parti. Njerëz në nevoj të sëmur pa ilaçe që kërkojnë urat, nga politikan hajduta që ndalimin e korrupsionit e quajnë disfat. Sot, ti Shqipëri ke nevoj për ne, që një i korruptuar mos të quhet Skënderbe. Mos thoni vaj halli e vaj me det, po votoni Tomdoshin. T'ju kthejmë shqiptarëve shpresën, herojin e vërtet. Të kthejmë Skënderbeun që riheshtur mes Tiranës, t'ja vëm përballë të pangopurit e Tiranës. Ne duhet të votojmë për nënën që loton djalin. E kanë larguar nga Shqipëria, e me fotografi kërkon të shuaj mallin. Për të sëmurin që nuk diagnostifikon dot kancerin, për të varfërin që politika i servir veç të merin. Duhet të fitojmë korrupsionin për të luftuar, errësirën për ta bërë dritë. Në Shqipëri nuk ka gra të humbura e as burra qyrik. Aty ku sot po ke syze, kryeministri të quan shqarth, njerëzit me aftësi ndryshe i quan autik politik, qytetarët zvariten si të zënë në qark
ose në kënet, ose kanë me të mbyt. Opozita e Saliut nuk ka shpres për vete, e as një merit. Prandaj e vetë mja shpres jemi ne, të lirë për të bërë politik për të bukurin atë dhe. Kryeministri thot, do t'ju hedh të gjithve në incinerator. Saliu ikën e fshihet prej nesh. Po ne sot kemi fatin e Shqipërisë në dorë, e kush është burr nuk fshihet, po vdes si një dëshmor. Pas takimit me një nën në shesh, Pas takimit me një nën në sheshin e herojit vërtet Skënderbeut, e cila mbante në dorë një flamur në dorë, për të treguar që ne jemi në krah të Palestinës, të Ukrainës, të Kosovës dhe të çdo kombi që kërkon të drejtën e vetëvendosjes. Fillova të flas me rjeshta, pasi ajo më foli me këto fjalë. O bi, na thonë populli mbar, po na rinë mbi qafë. Qeveria me Rolex, ne me thesin e kafshatës. Njëri s'di me lexu, tjetri s'di me fol, po të gjithë din me vjedh si me pas lind me shkollë. Na lan pa ilaç, po na japin like në status, në vend të punës na servirin vetëm bonus. Na thonë duroni, jemi në rrugë drejt zhvillimit, po rruga është bosh bi, a do e merrni ju drejtimin. Pse moj nëni thash, e ndershme jam, nuk kam lidhje me pazare politike në dëm të njerëzis. E ditur po, jam ekonomiste gjë njoh mirë sistemin qeveritar. E guzimshme jam, flas troçt nuk e ul kokën përballë padrejtësisë. Garant kam dhe Tom Doshin, misionar. Votoni Tom Doshin, votoni kandidatët e Partisë Social-Demokrate. E ku ka më bukur se të jemi të lirë, të jemi si gjithë Europa, e pse jo dhe më mirë. Kudo kam shëtitur një muaj fushat, kam pare kam takuar njerëz qaf më qaf. Amanet më thonë zonjë, se jemi një të besës, pastaj je muslimane, misionere e shpresës. Besimi në Zot e përvoja në karjerë. Misioni që ne kemi e misioni vazhdon. Të gjithë së bashku për njëri tjetrin për herë, i them politikës së vjetër nëse më dëgjon. Na prisni mua dhe Tom Doshin në parlament. Të dy jemi trima, të fjalës, të besës, të zgjuar e misionar. Do jemi shumë atje, do na keni përballë. Se ne s'jemi hiri, ne jemi zjarë. Atëherë, erdhi momenti shumë pritur, ftojmë kryetarin e Partisë Social-Demokrate. Mirëmbrëma.
Na qojnë parti e vogël. Ka rase që dhe emrin se thonë partijës tonë. Po na jena parti shumë e male dhe me 12 do të shofin edhe Dirama, edhe Sali Berisha se sa male jena. E fillova politiken të Partia Socialiste. Nejta 8 vjetë në opozit. Tu luftu me Sali Berishën. Dhe andra jemi ishte me arë Partia Socialiste pushtet. Në 2015, ju e kujtoni shumë mirë, partia jeme votoj edhe më arrestunën. Me gjithate, unë prap e mshteta në 2016 që mos bite qeveria. Se bana ja thash e Dirams, kena të bëjmë i thash, me Ilir Metën dhe Sali Berishën një band politike dhe prap do të mshtes ty. Por kur nuk ma merë të menja që do të vite dita që vetë Partia Socialiste të përfënohet dhe kështu në korupcion. Kena gjysën e qeverisë në burg. Ralla është Qipret me shkut tjertë. Po bëhen krime zgjellore. Po i marrin lirin njerëzve. Si e si me votu për Partinë Socialiste. Pse keni frikë? Në kjo se ju keni punu mirë, poplit votën vetë. Ju keni arë vetë këtu sot. Sot kena të bajmë me 2 qeverit korruptume. Një e Sali Berish që ishte dhe tjetër e Dirams. Qa do të thonë Sali Berisha sot? Qa do të thonë shqiptarve? Në 2013 e kena përzanë si të korruptum. Vjen sot thot e luftoj korrupsionin. Kush me luftu korrupsionin? Sali Berisha? E Dirama talet me shqiptarët, shka në shkru në për letra, thot, do të marrë 88 mandate. Po me që i merë 88 mandate, pse hek një njerëz prej punet? Pse i bani presion njerëzve? Pse e fut policinë e shtetit, tu bloku njerëzit se votojnë për Partinë Social-Demokrate? Për qa bani këtë? Po i qojnë venin në kolaps që nërkomtarët jo me lanë pasaport europiane, po mos më njohë zgjedhjet për i krimit zgjellor që bëbat në Shqipni. A shuj malë i vogël me ble vota, a shuj malë i vogël me bë presion. Policia i lidhën me krimin e organizum. Dhe këta thot shkru në letër 88 mandate. Më vjen keq për e Diramen. Me vjen keq për e Diramen që e ka marrë peng korupcioni dhe krimi organizum. Se ku erdhin 2013 kisha shumë besim të kaj, që s'do të përfunot e ko ka përfunun sot. Janë 1 milion shqiptarë që vujnë për ushqim, vujnë për ilaçe. Diskutohet këtu aeroporte, porte. Ala festohet se bëhet i rrugë. Në çdo vend i Europës
kur hap fushatën ose mëll fushatën, flet për ekonomin. Sa do të rrisim ekonomin? Bin qeverit në Gjermani, në Angli, vetëm bin për ekonomisë. Kurse këtu të na, nuk diskuton kush për fukarajt, as për të smurt. Diskutohet bahen tallava në për autostrada, sa është banami, sa është baj rrugë. Europa i ka baj rrugë të 150 vjetë. Nuk thot kush fushatën do të baj rrugë. Ne ala këto thëmë do të bijujnë. Mburren me 11 milion turista, se më ka numru mua dhe ju qajni këtu, që keni shku e keni arë për jashtë. Isha në Sarand, uj derdhe në detë, s'ka uj. Saranda është pa uj. Imaginoni ju shfar turizmit bëhat kur s'ke uj më ula. Fukarajt e shkret, ato që janë minim sociale, marrin 60 euro, një familje. Rriti ekonomike në 5% Shqipnia, me 1 milion që vujnë për buk. Erdhë një grua më tha, banaj takim Tiranë pra 2 ditëve dhe erdhë i grua më tha, ma kanë hek nimën sociale. Po pse ta kanë hek nimën sociale? Më tha punoj se bashkisa që ti ke televizor. E imaginoni ju në 2025 në hina në Europë me thënë ti ke televizor me të heknimën sociale. Pra këto i do njerëz të varfën dhe t'i përdorin për zgjedhje. Edhe ju thonë, pos na votut ne do t'a hekim nimën sociale, do të hekim kempin. Vetëm pensionistave të shkret s'kan që u hekin se me 100 euro në mujë. Ata s'kan as buk, as ilaçe. Edi Rama ju laj 100 euro pensionistave, ju bleu votat. Mos ja jep një votën. Ato lek, po t'ja bate Edi Rama 100 euro në muj, halal t'a votoshi. Po jo 100 euro se duhet me lanë votën ati. Ju bajthire të zgjidhve aty në që janë menim sociale. Mos votoni as njënën partijë se të dy janë të korruptume. Votoni Partinë Social-Demokrate. Ju bajthire pensionistave që janë trajtohen me 2 kategori, kush anë fshat e kush anë qytet. Ne premtojmë që s'ka pension matull se 190 euro. Votoni Partinë Social-Demokrate. Ju bajthire 80.000 familjeve që janë prekun me kancer, që shteti i ka lanë pa ilaçe, pa aparatura, që i kanë vdek dhe kanë shku në botën tjetër, pa arrit me ba një PET scanner, se kushton 1.500 euro. Jena i vetëmi vend që s'ka në Balkan as një PET scanner, shteti, është vetëm një privat. Dhe unë ju premtoj që mrena këtij vitit, me buxhetin e parë, do të planifikohen 10 milion euro për 8 PET scanner dhe për generatorin që prodhon lanën radioaktive. Unë e kam qujt, kena 3 kancere në Shqipni. Një është kanceri që flasim që s'ka ilaçe, është i kancer tjetër që quhet korrupsion që vret njerëz për ditë. Papa Ratzinger ka quajtur korrupsionin
e ka qujtë korupcionin ma të rrezikshëm se një vras. Se një vras identifikohet kur ka vraj njeri. O shkon burg, o mshehet, kjo është një vras që vret njerëz për dit. Vret njerëz kur shkojnë në për hipoteka, në për bashki. Ka shku 5.000 euro një leje legalizimit në Shkodër në Tiranë. A nuk është vras kjo korupcion? Shkojnë njerëzit jashtë tjetërsu prona. As kërkush si hap deri nuk jep zgjidhje. A ba aplikimi online tot. S'ka ma korupcion. Sot është korupcioni ma i madh në hipotekë se ka kenë për para. Kanceri dytë, përveç kancerit që i do një lache, kjo është kanceri tretë në fakt, që është krimi organizum. Krimi organizum e dini se sa i rrezikshëm është banë këtë vend. Lidhja e politikës me krimin. Kena një drejtues qarkut në Shkodër, i cili i ka orë të numërume mas zgjedhjeve. Ban takime për ditë me drejtorin e policisë, sepse drejtorat e policisë kanë ardhur me mision. Është një drejtor policie të Shkodër kishte deklaruar para 3-4 muajve që edhe Toma është rrezik mas me dalë, sepse a i besot e vetit se me manovrat e ti i lidhën me krimin e organizum nuk do t'i letë njerëzit me shku me votu. Pa faktikisht i doli e kundërta. Edhe këtë provokimin që na faturun e ne këna pas vetëm kryetarin e PSD-s Malxis Malli, i cili nuk ishte asnjë gjë të paligjshme, që monohen t'ja faturojnë Partisë Social-Demokrate. Krimet zgjellore janë ba problem këtë vend. Dhe ju baj thirrje edhe sot, gjithë kryetarëve të bashkisë, e gjithë ministrave, mos u merrni me blemin e votë, sepse po çoni vendin që po Europa mos më njoh zgjedhjet. Kanë premtu se do shkrim spakun. Kanë fut gjithë njerëzit që janë kërkim Dubai, tu punu me telefona, se do shkrim spakun të mas zgjedhjeve. Pra ne unë baj thirrje shqiptarve, votoni Partinë Social-Demokrate, jena vetmja shpresë. Jena vetmja shpresë që s'kena lidhje as me korupcionin, as me krimin e organizum. Edhe ato njerëz që i kena pas në punë, i kanë hek për i punet. Deri tek pastruset, elektricistat. Por elektorati jonë nuk përkullet. Dhe unë kam besim të gjithë njerëzit që janë nevojë, të smurt, administrata publike që është në presion, të votojnë Partinë Social-Demokrate që me datën 12 mos kenë mundësi me hek për i punet kushma. Ju o dini, ju keni ardhur me dëshirë sot. Ju keni ardhur me dëshirë.
Pa di se është ma administrata shkret, të është 2 muaj. I marrin i qojnë me autobuza, sa një qytet, sa një tjetër, për mu duk njerës shumë. Ju e dini se këtu s'ka ardhë kush prej Gjirokastrit, 10 vetë, prej Kuksit, s'ka nare, 20 vetë prej Dibre. Pra këtu është Tirana, këtu është e gjithë Tirana. As s'ka marrë kem telefon me thanë sa vetë do të bish ti, sa vetë do të bish. A di që o banë Shkodër kësaj rrallë? Erdi kryeministri dhe kryetari i tyne në Shkodër. I dhe banë me listë, gjdo punëtor do të bitë 10 vetë. Let do të ndashin me kuadrate. Sepse në neset a i do të hekte prej punet. Edhe din sa mlollën, 1900 vetë. Ma shumë se 1900 pata në takim në Vadejs. Edhe herë i bajthire gjithë aty në njerëzve që janë lanë mëshirë të fatit. Leni që ju vinë të shpia për hatër të me për hatër të ati, ma jep votën për këtë kandidat e për këtë parti. E vetë mja shpresë këtë vend është Partia Social Demokrate. Fitore!